Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka zgjedhur fjalë të ashpra e të drejtë për drejta për të shpjeguar publikisht marrëdhënien e vështirë me ministrinë e jashtme. Situata e komunikimit dhe marrëdhënieve midis presidentit dhe qeverisë në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe marrëdhënieve jashtëkohësisht që ka të bëjë me ministrinë e jashtme është jo korrekt. Në disa raste po sjell shqetësime të cilat kanë të bëjnë me imazhin e shtetit. Kreu i shtetit, si rrallëherë në një konferencë përshtyp, ka akuzuar institucionin e Ditmir Bushatit se i ka fshehur ftesat për aktivitete ndërkombëtare. Në mënyrë rastësore mora vesh që isha i ftuar nga komuniteti i arbreshve në Itali dhe kjo ftesë përcjell nga ambasada jonë në Rom në ministrinë e jashtme ishte e bllokuar atje dhe presidenti nuk kishte asnjë informacion dhe këtë e ka marrë pas një takimi krejt rastësishëm me ambasadorin ton në Rom, zotin Ceka. Kroaci ka pasur zgjedhje të reja presidenciale dhe presidenti e re organizon ceremoninë. Në një kohë që është konfirmuar pjesëmarrja e shumë prej presidentëve të rajonit, presidenti nuk ka pasur asnjë informacion për këtë sepse ftesa dhe nota ka qenë e bllokuar në ministrinë e jashtme. Nishani shpjegoi para medias edhe çështjen e ngërçit me emërimin e ambasadorëve. Ka të bëjë me procedurën, nuk ka të bëjë me emra konkret. Kam kërkuar si kryetar i shtetit të realizohet përmes një procesi konsulte. Numri 1 i shtetit, ndërsa cilësoi si shumë të rëndësishme reformën e drejtësi, ftoi opozitën të bashkohet procesit. Reforma duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Unë e inkurajoj opozitën të bëhet pjesë e kësaj reforme. Është e domosdoshme përfshirja e opozitës sepse hapat që do të merren në reformën e drejtësi janë hapat të një pune e cila nuk mund të japë rezultatin e saj as brenda një muaji, as brenda një viti dhe as brenda mandatit të një qeverie, sepse kërkohet të konsolidohet një praktikë e shëndosh gjyqësore. Në dalje gati 60 minuta për media, presidenti raportoi edhe për situatën e përmbytjeve në vend, situatë të cilën e ndoqi nga afër